Mbetet në qeli kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, gjykata e lartë nuk ka pranuar argumentet e dhëna prej tij sa i takon çështjes së zvendësimit të masës. Veliaj kishte bërë rekurs kundër vendimit të gjykatës së posaçme të apelit të dhënë datën 24 shkurt të këtij viti. Në rekursin e dorëzuar, kryebashkiaku i Tiranës kërkonte një masë më të butë, siç është ajo e detyrimit për t'u paraqitur ose garanci pasurore. Disa ditë më parë, gjykata kushtetuese vendosi që të pranonte pjesërisht padinë e kryebashkiakut Veliaj sa i takon çështjes për caktimin e masës së sigurimit. Kushtetuesja pretendon se gjykata e lartë nuk i ka dhënë përgjigje çështjes që lidhet me proporcionalitetin e masës së sigurimit të lidhur me të drejtën për t'u zgjedhur. Kushtetuesja vendosi që të prishte vendimin e 8 korrikut të vitit të shkuar, duke kthyer çështjen për rigjykim në gjykatën e lartë. Ndërkohë kryebashkiaku ka të drejtë të kërkojë lirimin sërish në gjykatën e posaçme, ku ka nisur gjykimin në ngarkim të tij. Veliaj akuzohet për pastrim parash, korrupsion pasiv, fshehje pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve të palejuara brenda në burg.